Raporti patjetër që është pjesë e punës së prokurorisë së posaçme. Prokurorët e prokurorisë posaçme janë qenë njerëzore dhe si të tilla patjetër që mund të kenë gabime pa dashje le ta themi. Dhe unë nuk besoj që ka ndonjë themër akili raporti, unë besoj që për të kthyer edhe një herë te kodi i procedurës penale, prokurorët e prokurorisë posaçme ipsa legje, pra për shkak të ligjit, janë më të ngarkuar se ç'duhet. Unë besoj që duhet të ndryshohet kodi i procedurës penale dhe disa vepra penale t'i kalojnë prokurorive të rrethave dhe disa vepra të tjera, të cilat realisht janë për prokurorinë e posaçme, duhet të qëndrojnë aty. Që do të thënë, një korrupsioni aktiv dhe korrupsioni pasiv, ushtrimi i ndikimit paligjshëm në masën 50.000 lekë është e papranueshme që të jetë për prokurorinë e posaçme, ndërkohë që kemi një korrupsion që flitet për miliona euro, për 10 miliona euro apo për 100 miliona euro, dhe të harxhoj prokuroria e posaçme resurset dhe burimet njerëzore, dhe jo vetëm për vepra penale të cilat lidhen me 50.000 lekë të rinj, pra 500.000 lekë të vjetra, që është e papranueshme dhe është e turshme.